i fejuar i Angjelushës i qet kushte për martesë. Angjelusha Saliu këtë vjerë do të japë fund beqarisë. Bukurosha duket më e lumtur se kur pranë të fejuarit të saj. Pavarësisht emocioneve pozitive, martesa e saj po shoqërohet me disa kërkesa që duhet përmbushur. Ky hap i rëndësishëm në jetën e saj sjell me vete sfida dhe vendime që do ta formojnë të ardhmen. Duket se kërkesa nga e fejuari i Angjelushës është që ajo të mësoj gjuhën gjermane. Kjo kërkesë është e kuptueshme, duke qenë se ata planifikojnë të jetojnë në Zvicër pas martesës. Angjelusha ka qenë aktive në përmbushjen e kësaj kërkese dhe së fundmi nda një fotografi nga kursi i gjuhës gjermane ku po merr pjesë. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.